si këma në këpusin e dur, thot një tjetër përshtatemi 100%, 100% thot dhe një tjetër se mendoj asnjëherë se do kisha fatin ta kisha përjet, pikërisht i person që kemi kaq shumë kimi, edhe në intimitet. Si liçeni i Fierzës, thot dikush tjetër, po nuk e di, liçeni i Fierzës në vjesht apo në verë. Po më duket se kur tha si liçeni i Fierzës, nuk e di për çfarë lloj kohe të liçenit e ka pasur. Ha? Ka dalë qyteti. E po, që nga kjo pra. 9 vite njëjti partner, 2 lindje, në fillim ka qenë turpi, ankthi e panjohura, tani është lirshmëria. Kemi edhe flasim pisët, provojmë çdo pozicion, por çfarë bën perfekte është dashuria. Jemi të çmendurisht të dashuruar. Tjetra thot kam nisur të mos e tregoj më që jam e virgjër dhe është 28 vjeçë. Edhe kjo është problem. Ti je e virgjër, nuk është krenari e madhe. Sot jo. Sot jo. Mendoj se po nuk është e shëndetshme. Mendoj se po e ruaj për martesë dhe mendoj njerëzit se po e ruaj për martesë dhe i trëmben kësaj. Unë se kam për këtë, dua thjesht të dalim ja 3-4 muaj takime. Mendoj që vjen natyrshëm me njohjen. Kam 8 vite me burrin, thotë, fundit 2 fëmijë, jetojmë në Spanjë, fantastike. Dhe kemi eksploruar të dy dhe swingers, klubet swingers. Klubet swingers janë klubet ku ndodhi shkëmbime çiftesh, pra burri dhe gruaja mund të bëjnë seks me një çift tjetër të panjohur në Spanjë. I ekzistojnë këto klube, nuk e di për Shqipërinë, por nuk besoj se do i kishim marrë vesh. Jemi një fshat i vogël. Edhe fundit fare që kjo më pëlqen. Më pëlqen kur nis pastaj lodhem rrugës.